أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 655 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull i cili flet për detyrat e pushtetarëve ndaj qytetarëve. Thot Imam Neveviu rahimullahu taala, wa an Aisha radhiyallahu anha qalet, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi bayti hadha اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. Narafan Aisha radiallahu anha e cila thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë time duke thonë, o Allah, kushdo që merr përsipër në një çështje të ummetit tim dhe ja vështirëson jetën atyre, vështirësoja jetën atij. E ai që merr përsipër diçka nga jeta e ummetit tim dhe u leton atyre jetën, lehtësoja atij jetën e tij. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na filluam në mësimin e kaluam i bëjmë një analizë gjuhësore këtij hadithit, i përmendëm disa çështje që sot 17 Dhulqa'de 1446, 17 Maj 2025, të vazhdojmë me mësimet dhe porositë tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kësaj lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe gjatë formulimit të kësaj fjalie, përdoret një gjë e pashquar. Çështje, kushdo që merr përsipër ndonjë çështje për çështjeve të ummetit tim. Në gjuhën arabe i thuhet tenkir, një gjë e përmendur në mënyrë të pashquar, e jep kuptimin e gjithë përfshishmërisë. Nëse për shembull shquhet një gjë, nënkuptohet ajo konkretisht. Kur nuk është e shquar, nënkuptohet çdo gjë që ka mundësi dikush prej muslimanëve me pas në qeverisin e tij. Andaj ulemat kanë thonë, brenda kornizave të korrigjimit të gabimit, të gjitha gabimet, edhe të mëdhojat, edhe të voglat, futen në fjalën një gjë, apo ndonjë gjë që përkthim në gjuhën shqipe. Pse është përmend kështu? Për me kuptuar se çka do që tek qeverisë. A është pushteti më i madh, më i lartë, apo është diçka më e vogël? Në të gjitha këto mejdane, qeverisja e muslimanit duhet me qenë me butësi, duhet me qenë për të lehtësuar, dhe nuk duhet me leju asnjëherë që t'u avështirëson njerëzve që i qeveris jetën e tyre. Andaj ulemat kanë thonë, çka do që mendon pushtetari, ai në të gjitha momentet, qofshin ato të vogla të parëndësishme, apo të mëdha dhe të rëndësishme, duhet të jetë i vëmendshëm, duhet të jetë i kujdesshëm dhe t'ja ketë gajle se cili do të efekti tek populli që ai qeveris. Andaj ky formulim gjuhësor i të gjitha haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, konkretisht ky rast, do thotë ngërthen vetvete
bot kuptime shumë më të mëdha se ato që mund t'i kupton njeriu në shikim të parë. Dhe kjo është ajo që themi na, për shembull, dallon ajeti kuranor kur lexohet arabisht për atij që e kupton arabishtën mirë dhe që ai që e lexon gjuhën shqipe. Për shkak se i mungon përkthimin në gjuhën shqipe thellësia kuptimore të cilën ka gjuhën arabe. Sepse kuptimi i tekstit nga gjuha arabe, sidomos i tekstit të shenjtë Kur'anit apo hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja humb shumë kuptime që mund t'i kenë gjuhën arabe. Edhe andaj na e kemi thonë edhe themi vazhdimisht që kush don me mësu fen islame profesionalisht, këtë fjalë profesionalisht po thënë thojza, po kush don me ia dhon hakin edhe me mësu fen si duhet me ditë arabishtën. E ai që lexon shqip, lexon sa të lexon. Këtë librat e botës me lezu, ka me i mungue esenca. Sepse thellësia e kuptimeve të Kur'anit dhe thellësia e kuptimeve të hadithit nuk mund të merret pa gjuhën arabe. Edhe andaj gjithna e dimë dhe kemi pa para vetes libra që merren me shërimin e fjalëve të Zotit, që quhen tefsira. Apo libra që merren me shërimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pse kanë nevojë ulemat me shëru Kur'anin edhe hadithet? Nëse për arabët për shembull, nëse ato janë arabisht. Për shkak se jo secili njeri, edhe ai që e din arabishtën, s'ka mundësi mi kuptu thellësirat e kuptimeve të fjalëve të Zotit apo haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e paramendon nëse është gjuhë shqipe. Edhe për këtë gjë, këtu do të shesh edhe do të madhështia e gjuhës arabe. Edhe urtësia pse Allahu e zgjodhi me zbrit Kur'anin në gjuhën arabe, edhe me sjell argumentet e Islamit në gjuhën arabe. Andaj çdo shkronjë, edhe çdo pjesës, edhe çdo fjalë brenda fjalive të Kur'anit apo haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptimin e vet. Andaj edhe kjo pjesës ose fjalë përdorën e pashquar, do thotë çfarë porosi jep thënë ulemat felem yada hadhi lamhata. Ky detaj i vogël nuk kalon shakhsan dha rutbatin, asnjë person, pa marrë parasysh çfarë grade ka, au mansibin, apo pozite ka, fi mujtama'i muslim, në shoqërinë muslimane, yubashiru min khilalihi amran saghiran au kabira, pa marrë parasysh me çka merret punë të vogla që i qeverisë apo të mëdha, illa ja'ala da'watu ar-rasuli sayfan ala raqabatihi in shaq. Ky hadith tregon se lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një shpatë mbi qafën e tij, nëse ai ja vështirëson popullatës jetën e tij, apo është çka? Një lutje e mrekullueshme nëse ai ja leton jetën atyre që janë varësi të tij. Do të thotë njëri që lexon këtë hadith e kupton momenti që ka një pushtet brenda familjes së tij, brenda xhamisë së tij, brenda shkollës së tij, brenda shoqatës së tij, brenda komunës së tij, brenda ministrisë së tij, brenda qeverisë së tij, brenda shtetit të tij, çfarë do niveli, shikoj për shtëpia, deri te kushdo që ka përsipër dikun përgjegjësi. Edhe e shfryzon pozitën e tij mja vështirësu njerëzve jetën, ky hadith i rrin si shpatë mbi qafë. Ai ja vështirëson, ky hadith ja vështirëson jetën këtij udhëheqësi. U leton jetën atyre që kanë varësi, ky hadith vjen edhe ja leton jetën këtij udhëheqësi. O zjatë e begjenes. Prej mua më varet jeta ime nëse unë në kam pushtet dikun, udhëheqësi dikun. Nëse u letoj, letohet. Nëse u vështirësoj, më vështirësohet. E sidomos atyre që e kanë pushtetin, do thonë të dhënt, ja jep për shembull, ja jep në sistemin islam, ja japin akademikët. Akademia e arteve dhe shkencave,
më të mençurit e një shteti, ata mblidhen dhe japin e zgjedhin kryetarin e shtetit. Kështu është në Islam, jo populli i thjesht, po të diturit, akademikët, më të mençmit e vendit. I thotë el hal wal aqd. Pse se nuk bëhet barazi në vota mes akademikut edhe ignorantit. S'mundet me kon vota e njëjtë. E kjo është njëra për pikave dalluese mes sistemit islam në politik edhe sistemit demokratik që është. Edhe andaj manipulimi me votën është lehtë sot. Se ajo është hallëxhi, nuk i din gjonat mirë, ka nevojë për ndihmë, për një punësim, edhe me atë lunë edhe tallësh si dush. A më kujtosh njëri akademik, intelektual, doktor shkence, me përvojë, i ka bërë 40 vjet angazhim intelektual. Edhe me të mundot njëri me lujtë, ama mundësia është me rëndë, edhe me rrallë. E kur t'i jepet pushteti, ndesh nga populli si është e nan, ndesh nga el halli wal aqd, nga akademia e shkencave dhe arteve, atëherë përgjegjësia ti rritet edhe më shumë. Se s'është malli i babës vet, s'është trashëgimi nga baba i vet, po është detyrë dhe përgjegjësi që ka dhënë më të mençmit e vendit, edhe ai duhet me pas parasysh frikën ndaj Zotit, përgjegjësinë ndaj Allahut, pastaj normalisht përgjegjësinë ndaj shoqërisë që ai e qeverisë. Gjithashtu min emri shay'an gjë, ndonjë gjë prej çështjeve. Edhe këtu e jep njëtin kuptim, dy fjalë brenda një fjalie e potencojnë këtë fakt se të gjitha gjërat me të cilët ballafaqohet një udhëheqës, qofshin ato të mëdha, që zakonisht na i problematizojmë, apo të vogla që na ndoshta as si dëgjojmë, as si shohim, as se dim që ndodhin. Ama te Allahu nuk hik asnjë send. Me laqet, këtë gjatë i regjistrojnë. Edhe andaj kemi na politikan, kemi na administrator, kemi na drejtora, zëvendës drejtora, shefa sektorësh në institucionet shtetërore. Ata nuk janë ballafaqur vazhdimisht me median, vazhdimisht me sulmet. Edhe ata thënë, na s'merret vesh çka bëjmë na. Megjithëse shpesh herë do thotë bërthama e krimit, e korrupsionit, e mitos janë ata struktura. Jo që janë vendimarrëse, po janë nën to, ama ata sepse zakonisht ata nuk e ndrojnë vendin e vet, pozicionin e vet, ata e bëjnë sherrin më të madh. E kjo që është krye u bashkangjitet atyre apo i kundërshton ata. Nëse u bashkangjitet, futet në rrjetën e korrupsionit me ta. Edhe merr tallin e vet. Nëse i kundërshton, e është i mençëm, është i vendosur, atë fillon me e prish atë rrjet korrupsionit brenda institucionit edhe me e rregullu, me e pastru atë vend. Nëse s'është i vendosur, s'është i ditur i mençur, ky rrjet i korrupsionit e largon atë prej atij vendit. Bën çka bën, i bën kurthe, i bën hile, derisa ta largoje, se ne duron se ja prish shemën e korrupsionit. Kështu zhvillohen gjërat në shtetet tona fatkeqësisht. Edhe andaj arsyeja pse s'ka ndryshime reale mas 30 e kusur viteve sistem pluralist në shtetet e Ballkanit është më kjo. Nuk është vetëm ata që janë vazhdimisht para medias, ata që i vendosin në shkrimet e veta në dokumente. Po është pjesa e mbrëmshme, e cila menaxhon administratën e shtetit. Aty kemi drejtora, kemi shefa, kemi udhëheqës, kemi lloj-lloj kategorish njerëzish. Sikurse ajo kategori e njerëzve, do mund të jetë e sinqertë, edhe të jetë e ndershme, të jetë e moralshme, të jetë fisnike, para se gjithashtu të jetë besimtare, këtë frikën e Zotit, atë ndryshon shteti. Sepse pjesa e ministrave, edhe zëvendës ministrave dhe sektorave shtetënor, ato janë fasada, janë pjesë e dukshme. Kanë rëndësinë e vetë edhe ata, sepse, si e thash më herët, nëse ata janë të vendosur
për ta korrigjuar, nëse s'mundet javën e parë, muajin e parë, vitin e parë, mundet mas disa kohe me e detektu situatën edhe me shiku kush është sektori ma problematik ose personi ma problematik. Edhe me fillu me korrigju. Qoftë me medikamente, për ta qoftë me ndërhyrje kirurgjike që thuhet. Ja e shnosh, ja e hek. Tre s'ka. Ja e shëron organin e smum, ja e hek. Nëse në monaj nuk shërohet. Edhe kështu fillon mu shëru shteti. Mirë po, këtë duhet dy gjana mi pas parasysh. Ajo që është porosi e jetës për mu, për çdo hoç edhe për ty. Dy gjana duhet mi pas vazhdimisht pas. E para, mos me u frigu për riskon. A keme pas pozit, as keme pas pozit. A keme pas të ardhën, as keme pas të ardhën. A keme bo pasoni, as keme bo pasoni. Puna riskot. Mos më utut për riskon. Se riskon nuk është dorë të njerëzve. është dorë të Allahut. Se shumë njerëzi futen korrupcion për shkak lakmis për pasuri. Edhe dëshires për me bo pasuri shpejt. Gjitha nivellet. Për të portieri më një institucion shtetënor e deri tek ministri. Edhe dyta, friga për vdekjes. Në mund sankcioneve që mund vinë. Kërcënime me vrasje, me atentat, me burgosi, me maltretim, e kështu me radhë. Megjithëse të dy gjërat, Islami ka me plot argumente, ajete dhe hadithe që tregojnë se këto dy gjëra nuk janë dorë të njeriut, asnjëra. As ti vetë si ki ndorë, e as tjerë si ka ndorë. Risku dhe i gjeri janë dorë të Allahut të Gjelal, ekskluzivikisht. Edhe as një s'ka mundësi me dek, pa e caktu Allahut të Gjelal. Dhe krejt që kime marë, apo kime u prej dunjas, është me saktimin e Allahut. Njerëzit të mund me konë sebepe, ama caktimi është Allah. E kjo, kur besojmë na se risku është pi Zotit, dhe gjeli është pi Zotit, kjo neve në bën guzimshëm, edhe në bën trima, edhe të përgatitim për të ballafaqur me të gjitha pozicionet, sankcionet, trysnit, presionet që mund të na vinë kur ne duam të jemi të ndershëm, të moralshëm, fisnik, edhe do thot të suksesshëm karrierën tonë. Jo për të fitu lavdet e njerëzit, po thjesht sepse kemi kuptu pozitën si përgjegjësi, edhe kemi frikën e llogarisë para Allahut të Gjelal. Edhe kur na jep dikush në pozitë themi, jo, unë se meritoj këtë se nuk di me menaxhu mirë këtë punë. Edhe nëse e marr përsipër ndonjë punë, masi më insistohet që di me bo mirë, them galën më të madhe nuk e kam prej juve. Po e kam si do jap llogari Allahut të Gjelal. Se juve muj me va mashtru, muj me va mshtjell, juve muj me ju mashtru. Sikur se ndodh, çdo pushtet, çdo qeveri, çka do që ndodh për skandaleve korruptive, mshtjellet disi. Janis botë e madhe, në fund përfundon kur nisen. Maqedonia e ka skandalin e aferave të përgjimit, që u bo shumë e madhe, u bo shumë e madhe, me javë, me muj, u majt opinionin presion, në fund, ajo gjykatëse që u dhiqë ke procesit, dule korruptume. Kjo shembulli ma i qartë i manipulimi që ndodh tek njerëzit që se kanë kështu qasje në pushtet mbajtje, frikën për Zotit, edhe llogarin para tij. Dhe se mendojnë çdo gjë këto në dynjë me parë zgjidhet. Ndonë se edhe mund të zgjidhet, mirë po, te Allahu Gjelal nuk zgjidhet as me të njofshëm, as me parë, aty se cili njeri ka mu llogarit për të gjithat bamat e tija, grimca qofshin, apo të mëdhoja. A në këtë që i thash, kur lexon dikush këtë hadith, duhet me i nënkuptuar, po ti si mos ta njofsh gjuhën arabe mirë, si mos të lexosh thellësirat e kuptimeve, nuk të binë nërmen këto. Edhe ti lexon sipërfaqësisht, edhe ndikimi i këtij hadithi te ti pastaj është sipërfaqësor. Pastaj për gjërave që janë të dukshme në aspektin gjuhësor në këtë hadith, do thot
shprehje që janë përdor për vështirësinë shaqqa ala ummeti, që vështirëson ummetin me atë që i vjen atij rezultat, edhe rafaqa, domethënë ai që sillet dhe but, edhe rezultati që i vjen atij. Andaj ulemat kanë thonë, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men waliya min amri ummeti shay'an fashaqqa alehim fashquq alehim. Ja vështirëson ummetit tem jetën me vendimet e veta, me ligje që i sjell, me mënyrën se si zbaton ato ligje, vështirësoj atij jetën. Edhe andaj na kemi në histori islame, mos flasim për historinë e njerëzimit, shembuj të shumë pushtetarëve që ju ka vështirësuar jeta brenda dhomës së gjumit të tij në pallatin e tij. Paramendon, pallati i tij i sigurum. Askush s'ka mundësi me hi pa leje. Që do më thonë, askush nuk ka mundësi me shqetësuat mbretin. Edhe ai mendon se nëse ka roje, nëse ka ushtrie, polisi, nëse ka hizmeqare, shërbetor që e shërbejnë atë, ai ka me pas jetë tërhatshme. Ai s'ka me pas vështirësi. E Allahu Xhelal ja çon vështirësinë brenda dhomës së gjumit të tij. Aty ku s'mundet me hy askush, përveç atij edhe njerëzve më të afërt të tij. Aty ja çon vështirësi. Edhe na kemi raste për shembull të njerëzve që nuk i zë gjumin pushtetar, nuk i zë gjumin gjatë gjithë natës nga shqetësimi që e ka për shkak të zullumit që ka bërë për shembull ndaj dikujt prej muslimanëve. E këto të tregime që janë treguar që janë të vërteta, e kemi na vazhdimisht në historinë e njerëzimit, edhe t'jeni të bindur në vëllazni. Çdo kush që ka pushtet, edhe bën zullum me vetdije, edhe insiston në zullum, nuk ka mundësi ai me qenë rahat në jetën e tij private, asnjëherë. Se lën Allahu Dhu Xhelal me jetu ai qetë nëse ai është shkak që ka vështirësuar jetën popullit. Edhe merr në shembullin e zullumçarëve, për shembull në Ballkan, kasapin e Ballkanit ka qenë Miloševići. Kishte pushtet absolut ai në Ballkan. Ku tham absolut, kam qëllimin nivele njerëzore tash, se kanë herë të kapin për fjalë dhe e nxjerrin nga konteksti. Po çka do i ke bëj në ish Jugosllavin aty? Ra ai pushtet i tij, ra ai kej derisa vdesh në burg. I poshtrum. Në Egjipt, Mubaraku, për shemë, 30 kusur vjetë pushtet. Ra i nënshmum, i poshtrum. Temë sot, për shemë, që i kimi pa, i kimi mri. E rasti i kryetarit Tunizis, e kështu me ra, e i Libis, Gaddafi. Ajo që ka ndodhë me ta, është rezultat i kësaj padrejtie që ata e kanë bërë në njerëzve. Edhe kanë fillu mu adaptu në zullum. Që ka duk atyre asgjë me lënë dikën pa bukë, me lënë dikën pa ujë. Që ka duk atyre asgjë me lënë dikën pa veshbathje, pa stremi kokë, pa pasurinë që e meriton. Ka menduar se unë jam tu edhe çka du bëj. Edhe njeri kur e ka ushtrin, kur e ka polici, kur e ka pasurinë, i rritet me një ati dhe me nësë të çdo gjë. Haron se ka një ditë që ka me të këthi bumerang a i zullum jatë në dynjo, e më sflasin për atë që të pret në ahiret. Andaj, ajeti kuranor është rregull i cili duhet mi adridh zemrën çdo kujt që ka bërë zullum, çfarë të niveli. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e llogaritni Allahun shpërfillës të asaj që bëjnë zullumçarët. Mos mendoni se Allah nuk është e atë që bën zullumçari. Mos mendoni se Allah nuk ka me ndëshku atë që bën zullumçari. Mos mendoni se Allah nuk ka me marrë llogari atë që bën zullumçari. Nëse nuk e hap hakun dunjë, inma yu'akhiru al-yawmin tashkhasu fi al-absar, atë e vonon për ditën që mbeten shikimet tona të ngurta, ditën e Kiametit. Ama pa dhënë llogari s'ka me mes. Dhe pra çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu edhe në fjalën e parë, edhe dytën i përmendi dy terma. Fa shaqqa alejhim wa vështirësoi jetën, u lut tha o Zot vështirësoi atë jetën.
E kur lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do të thonë? Që përgjigja është e sigurt. Allahu ka më përgjigj kërkesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta, tharafaqa bihim farfuq bihim. Është i but, u aleton jetën atyre, ti letoje jetën atyre. Do thotë, ulemat kanë thënë shitën e mrekullin e shprehjeve që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si va ka bo popullit vet, e ka lutë Allahun t'ja bën të njëjtën atij, për të keqe edhe për të mirë. Duke përdorur domethënë atë që është më adekuate, më e përshtatshme në këtë kontekst. Andaj kur Allahu do të jep dikujt pushtet, edhe ai ja vështirëson jetën popullit të vet, atëra vështirësia e shoqëron atë vazhdimisht në jetën e tij. Dhe atij që Allahu i ka dhënë pushtet dhe ai kujdeset për popullin e tij, e ka mëshirën e Allahut vazhdimisht në jetën e tij. Ulemat kanë thënë, ky formulim e ka edhe dimenzionin psikologjik, që e detyron njeriu të korrigjon vetveten, edhe të arrishe qasjen e tij ndaj pushtetit, që ta kupton se nëse do një jetë të këndshme të mirë këtë botë, duhet me letu popullit vet. Nëse do në pas jetë të vështirë këtë botë, atëherë letja vështirëson popullit vet, edhe normalisht se në këtë formë ai më shumë do i bën dëm vetvete se sa popullin. Popullin do shkatërrojë, do i bëjë dëm të madh, mirë po, dëmin më të madh do pritoj ai vet për atë shkatrim që ka bën popullit të tij. Pas kësaj analize gjuhësore, kalojmë te pjesa e mësimeve dhe porosive. Potencimi, insistimi në një gjë është gjithashtu prej rregullave gjuhësore nëpërmes të cilave potencohet kuptimi i diçkafit. Andaj këtu kemi disa momente. E para për shembull kemi fjalinë e Aishës radhiyallahu anha. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë time. E kjo pjesë nuk është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është duaja që thon, o Zot, kushdo që ka pushtet ndaj umetit tim, e ja vështirësoj atij. Ama kjo te shtëpia ime, e kjo ndodh në hadithe shpesh, është potencim të vendit ku është thonë. E ki potencim nuk është pjesë e porosisë, po është pjesë e ndodhisë. Edhe tek dëgjuesi e zgjon kurreshjen më shumë. Pas ka qenë një bisedë private mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gruas së vet, e cila bisedë pas ka ndodhur brenda shtëpisë së saj, dhomës së saj. Edhe andaj njeriu kur ndëgjon këtë pjesë të tregimit, i shtohet kurreshtja dhe vëmendja ta ndëgjon çka pas ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ulemat kanë thonë, mënyra e potencimit është prej mënyrave që e ndihmon thirrësin me bind bashkë biseduesin e tij në drejtim të asaj që ai flet. Dhe gjithashtu tregon bindjen që ka biseduesi, thirrësi në atë në cilën thret. Është metodë kuranore, Kurani fizik ka shumë ajete kuranore ku e shpreh potencimin për me tregu se këto gjëra janë të vërteta, s'ka dyshim këto. Andaj edhe unë si hoç kur flas për të vërtetat e Islamit, duhet me e potencu se këto janë të vërteta, duke tregu se unë jam i bindur në atë që e flas, po edhe ti duhet të jesh i bindur në atë që e ndëgjon. Andaj kur thot Allahu dhu xhelal, inna lil muttaqina mafaza, me të vërtetë për të devotshmit ka shpëtim ose ka fitim. E inna potencim, insistim, sigurt që të devotshit do të fitojnë. Sigurt. Domthonë nuk duhet me dishu askush. E kjo sigurt se të devotshmit do të fitojnë, është porosi për mua dhe për ty, që kanë herë vjen shejtani dhe na bën vezvese. Ti hupe ata fitojnë. Të këshit. I themi na, Allahu në Kur'an po thot inna, sigurisht se lil muttaqina mafaza, të devotshmit kanë fitore.
Kanë fitore, të shumët, të madhe. Edhe kjo s'ka me ndryshu asnjëherë. Ose, kella, idha dukketil ardu dekka, asësi, potencim. Atëherë, kur të dridhet toka me dridhje, ose kur të goditjet toka me goditje, kur ndodh kiameti, ajo ka me ndodh, sigurisht, s'ka dyshim që ka me ndodh. Me plot besim, ka me ndodh. Me plot bindje, ka me ndodh. Andaj ulemat kanë thonë, potencimi e ka qëllimin e përforcimit dhe vërtetimit të asaj që e thot njeriu. Dhe është një mënyrë gjysore për të vërtetu besimet tona në fjalimet tona. Dhe për t'ja bë të rëndësishme fjalimin ton tek ai që na dëgjon neve, edhe kjo përdoret thamë në shumë ajete kuranore dhe në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne si xhallar dhe ne si davexhi duhet ta përdorim si metodë të komunikimit me shoqërinë për t'regu se ato që na i besojmë edhe ato na që i themi janë gjëra të padyshimta, të vërteta, të sigurta, dhe na duhet t'i mësojmë ato dhe të veprojmë sipas tyre. Koha që kishim disponim na përfundoi, na këtu do të ndalemi sot duke e lutur Allahun e Madhëshëm të na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i Madhëshëm na bashkoft me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. E inshallah vazhdojmë në dersat e ardhshme me pjesë të tjera që kanë mbet. Walhamdulillahi rabbil alamin.